E varur tërësisht nga kirurgjia plastike, 33 vjeçaria bie nga kati 9 i një hoteli në Tajland, postimi i saj i fundit misterioz. Denis Ione Jarvis Gongora, 33 vjeç nga Meksika, e cila u bë famshme me emrin Maria Magdalena për varësinë e saj nga kirurgjia plastike, vdiq tragjikisht pasi ka rënë nga kati 9 i një hoteli në Tajland. Sipas mediave lokale, tragjedia ndodhi në kullën Patong, ku 33 vjeçaria kishte qëndruar për një natë. Trupi i gruas, e cila kishte shpenzuar mbi 430.000 euro për kirurgji plastike, u gjet në parkingun e hotelit në mesditën e së premte. Siç raportoi Daily Mail, disa orë pas rënies, 33 vjeçaria kishte postuar në rrjetet sociale skenën e fundit të filmit The Truman Show me një foto të fëmirisë së saj. Në skenën në fjalë, personazhi i luajtur nga Jim Carrey përkulet përpara se të thotë: "Dhe në rast se nuk të shoh më, mirëmbrëma dhe natën e mirë. Do të doja të kisha ndarë më shumë kohë për të njohur. Je kaq qesharake dhe kaq krijuese, shumë më tepër se sa do të jem ndonjëherë. Të dua shumë më tepër se sa mund të shprehin fjalët. Ti je bota ime. Do të doja që gjërat ishin ndryshe. Faleminderit për gjithçka. Të dua motra ime", tha vllai i saj në një postim. 33 vjeçaria kishte gati gjysmë milionin ndjekës fal kirurgjisë së saj ekstreme plastike, ndërsa postonte edhe piktura, skulptura dhe autoportrete psikedelike. Në deklaratat e saj, ajo kishte përshkruar se si ishte rritur në një shtëpi rreptësisht fetare, ku edhe filmat e Disney ishin të ndaluar. Kur ishte 12 vjeç, ajo tha se u rebelua dhe shpejt filloi të përfshihej në seks dhe drogë, ndërsa reagonte ndaj edukimit të saj. Në moshën 17 vjeç, ajo punon si striptiste dhe më vonë si eskort. Ajo bëri ndërhyrjen e parë kirurgjikale kozmetike në moshën 21 vjeç dhe më vonë filloi të fitonte para nga OnlyFans, duke mbuluar trupin e saj me tatuazhe.